Aty ku shumica shohin vetëm gur, 69 vjeçari Halil Lajqi sheh art. Copëza të vogla guri të mbledhura nga natyra në duart e tij marrin jetë dhe shndërrohen në vepra unike artistike. Prej 26 vitesh ai kultivon këtë mjeshtri të rrallë. Rrugëtimi i tij nisi si zdrukfëtar për të vazhduar më pas me ndarjen e njohurive edhe me të burgosurit, duke u mësuar zanatin dhe kreativitetin. Përveç artit, zoti Lajqi ka shërbyer për shumë vite edhe si kryetar i fshatit Lobusht. Prandaj fillimisht ai flet për vendlindjen e tij dhe ndryshimet që ka përjetuar ndër vite. Fshati Lobusht është një fshat pak specifik, ka qenë i banum me serb shumë. Mos më thonë përgjysmu me serb, po një 30% po. Para luftës kanë qenë 33 familje serbe e 130 shqiptare. Çka është më karakteristike për përmeni, e territori i Lobusht, 50% e kanë posë ato 30 familje, 50% në tjertë. Kur më zgjedhë si kryetar i fshatit, isha koza i ri, e kisha shumë problem, po mendimin e shokëve, kolegëve, ku më arrit çdo gjë. Është një fshat i qetë, jam punëtor, nuk ka probleme, s'ka ngatresa, shumë i mirë. Jo edhe qas i ngritun ekonomikisht, por me të tjerat dhe gjithat mirat. Duke qenë në krye të fshatit edhe para luftës së fundit në Kosovë, Lajqi kujton dallime të mëdha ndër vite. Ai ndalet veçanërisht te struktura e pronave të asaj kohe, kur rreth gjysma e pronave ishin në pronësi të serbëve. Me morë drejtimin të ndërtimi i shtëpijave është dallim shumë i madh, është ndërtuar të gjitha shtëpitë e reja, por të gjitha jo veç një 70% të pabanume, se kanë shku jashtë të gjithë, vinë një herë ose hes në vetë, e me morë onën tjetër, se ky fshat sigurisht që dihet se para lufte, veprimtaria kryesore ka qenë blegëtoria dhe bujqësi, që të dyja janë në zero tash. Asë një ona nuk funksionon ashtu, që duhet, tokat janë vetë ashtu, janë bo të papunume, me blegëtori edhe ashtu, janë 2-3 kopje të vogla me dhanë, ose me lopa dhe isma. Pa mundohem me mojt ato tradita, me përcjell të brezat e ri, pikrish punisat të vetja, unë gjithë herë, jo moj trive këtu, e kom edhe këtë privilegj se e moj këtë lokal, e fshati vinë të gjithë, këtu më pi kafe, najherë, pak më shumë, e ka mundësin mi u folë, edhe po shini edhe vetë që unë mundohena me mojt ato tradita, edhe mi përcjell edhe me këtu piktura, edhe me vetë lokali, kam shumë aso punimet vjetra, mjetet punës, se nuk i kom prunë këtu, një ditë mendoj me bo një muze privat, një muze shtëpjak. Historia se si ai nisi të merret me artin e gurit është po aq e veçantë edhe vetë vepra e tij, fillimisht si trajneri i zdruktarisë për të burgosurit. Ai punonte me dru, ndërsa më vonë zbuloi potencialin artistik që fshihej brenda gurit. Me artin kam fillu më morë prirje, kom pas që shkollë fillore edhe në të mesmen, nuk kom pas problem hes. Atëherë i kanë dhënë prioritet shumë të madh lëndës e artit. S'ka pas problem pesja për mua hes, po tani mas lufte, qashtu po ta fatin dhe u punësova në burgat, ja? Atje s'kisha që më bo dhe të dënumët, ata u dufke më punu me diçka.
janë nesën me punu këso amblema tu që kësë edhe këtë flamurin e rrugos. Tani bashkë me një dënum, ja kom fillu mas pari, e kom punu këtë. Jo pikrisht, po në i vroshin, e kom atë vjetën që kom punu në tjetërën lokal. Me to bashkë kemi bo një muj ditë, ka dole të sistemu gurët. E pastaj ajo o lëshu, unë ja kom fillu të një hajtë, para 25 viteve. Fillu mas rufte. Ose unë kërë më shku mas pari, ja kom fillu si zdruktar aty. Pa mjete, pa punëtori në një dhomë që shishmet e rënume prej bombardimit NATO-s, edhe drejtori ishte i jashtit. Mi pruni 2 dërëm. Nesër më thotë duhet me morë edhe një. Thash pa s'po kom puna as për veti, lemo, tha, nuk po më intereson puna. Po më intereson këta me qenë të angazhum këtu, mos më pas ku, edhe angazhoj, çka do kuft, le të punojnë. Se mos më pas ku me bo në punë të keqe, edhe ku shkojnë pavilon me flajt ma mirë. Edhe ndikoj ka pas sukses të madhe. Ata e nishin vetën punëtori ku vishin të ridikur, që ku më konë shpe. U falendrojshin, ishin dëgjushëm, punojshin s'ka ju thojshe. Për t'i kë, guri mund të duket thjesht një material i zakonshëm, por për ta shndruar atë në një vepër arti, kërkohet shumë punë, përkushtim dhe durim. Tregove që keni pas prirje për artin qysh ma herët, po a na tregon pse pikërisht e ke zgjedh këtë metodë ma të veçantë me gur, e cila edhe merr më shumë kohë se një pikturë me ngjyra ose një vizatim me dorë të lirë. Pse keni zgjedh pikërisht këtë aspekt me gur? Vallën nuk po di as ç'është më ta shpjegu. Në spontane. Ju thashëm më përpara, ata dënum të punojshin këso amblema, merrshin gurë në probar, i furshin atje mrana, ka pak i furnizoj që unë i vepsha kësi nëzitësi, edhe tani që aty më ka lind ideja pej amblemes, hajtë janë nisi një pikturë, vazhdimisht, i janë munu edhe ata, po nuk ka mujtë kërkosh me. Nuk ka mujtë kërkosh me ardit të piktura. Unë atë ne më shku të përso që ka dalore, punoj edhe në shpetash. Fillim, as vetë nuk disha, të marë, të provu. Të marë edhe një gurë tjetër, të adaptu në ngjyrën për ftyrë. Shumë. Të këtë e përdori, këtë zakonisht për ftyrë. E ku i gjenë këta gurë? Këta i gjojnë në për natyrë. Unë kam edhe një villë atje në rrugove, kam një dëbanë të vogël, kryesisht i gjojnë atje. Po tash nuk kam problem se mi binë që do mi kanë pru pe ulqinis tash, do shok. Tash edhe pak vojnë e gore, hajtë su, lilit një gurë. Tash më binë, nuk ka problem, edhe nuk më shkojnë shumë për pikturë. Ves duhet mi adaptu. Po për adaptimin e ngjyrave, sa është e vështirë për shembull me i siguru ngjyrat, për shembull kjo ngjyrë? Po nuk e kam shumë problem tash jo. Skojnë për ndri të bardhë atje, si të futëm, ndri një bardhë ka të gjitha ngjyrat, thuti e ke ngjyros me ngjyrë, veç janë ma të zërshëm i ty. Kurse këtë ngjyrën e bardhë, për shembull këtë, Po? e marrë për i këtina. Këto e gjojë edhe në përbjerë shktona këto, ka edhe në për detë, e këto ma ka për të shtash për ullqinit i kush. Mi ka për një sasi ku gjatë modhe. Tregove që gurt i gjenë në natyrë, po cili është tani procesi që shkon të burthyrja, të krejt këto, na tregon sa të merr pjesë që kjo për me bo gurin në këtë gjendje që mundesh me apliku? Merr koza kohë, edhe është pak e nevojshme, duhet krejt me çekicitaj. E kam një si në formë fërtierës, edhe me çekic krejt mekanikisht. Krejt mënyrë primitive. Edhe pastaj ata i thej, i sit pak më të rrollë, i qes në ujë, i loj, i veket pluni, pastaj i teri,
edhe mohen kështu që. E sa kohë të merr me realizu një pikturë? Po vallaj në varet sa angazhohem, po merr 50 ditë, një javë. Në ndjon nështë e punoj ma shpejt. Ka njëherë edhe duhet me gjujt krejt se e prisi. Këtë do ashta me dojnë, a ka ndodhë me dështu, për shembull ai pikturë, qoftë shkak i gurve, qoftë shkak që është bërë gjithë nga gabim, s'kom qenë i përqendru mirë edhe për shkak të materialit po. Se duhet me ditë edhe këta nxitsin, sa me të hollu, sa me bo, aty është tani ajo specifikat e punës. E len ata materialin ma trash edhe del piktura e keqe, ka që i kumë shmongë. I lom onash ose i gjuj krejt. Për shikuesit e fundjavës, Halil Lajqi demonstron nga afër procesin e realizimit të këtyre pikturave të veçanta, duke treguar çdo hap të punës së tij. Kjo është nxitsi, një moj e kimiku dhe adaptoj e rregulloj vetëm këto. Ka njerë mbyllet e veç sa për ilustrim, po shkojmë me shkronja. Dhe me thënë tash të bën aplikimin e ngjitsit. Po. Në përshkronja. Në përshkronja. Në për vendet ku më vonë të janë t'i bësh po. A do të përshqidet kjo punë? Gjithherë duhet më shpejtu se këta tani nuk punon njëjtë. Nëse jetë nxitsi ngat, tjerët edhe nuk del njëjtë. I nderuam, këtë lloj të artit, po thuaj se kemi parë shumë rrallë. Ku ka qenë inspirimi juaj nashta që me punu me gur? I tërgoj, inspirimi im ka qenë atje që kemi punu amblema, por më ardhejt e piktura, e kom po një emision kinez në televizion, në shpejtësi, e kom po mënyrën se si punohet, pastaj e kom fillu vetë. A ka qenë e vështirë me mësu këtë proces punës prej televizionit nashta me njëherë që e keni po aty? Jo, s'ko mujtë me njerë valloj. Ko pas kohë, pastaj i morë dhejtë që ndoshta ka edhe në metodë dhe tjetër, që unë s'ko mujtë me... Tash? Nuk është... shpjegon për shikuesit çka është? Tash jases gurt, që janë të përgatitur, edhe mundohena me adaptu ngjyrën, janë gurt natyrës. Pare të me thënë duhet me bo vizatimin asaj se qka i të dashtë. Se qka të më punu. Edhe po e shumë... Pasaj mbito e bëj punu. A është e vështirë Shqiponja me realizu? Për shkak të krerave ndoshta? Po, i ka të merku, po për mu nuk është të vështirë. E punoj me knaqësi edhe smërzitem heq. Atelja e tij është mbushur me vepra që pasqyrojnë motive kombëtare, pikërisht për këtë lidhje të fortë me identitetin dhe historinë shqiptare. Ai rrëfen frymëzimin që e shoqëron me krijimet e tij. Pendroj ngjyrën e gurit, e këta kam. Ky është guri natyrës. Edhe këto e gjoj pa problem. Edhe ka një pjesë që shkëlqen. Dvetin. Përderisa jemi të realizu një pjesë të Shqiponjës tash, a na tregon një nderuam se cila është lidhshmëria juaj me motivet kombëtare, cilat po i shohim që padyshim janë të shumta në këtë atelje. Po duhen tash sigurisht që është një klasik kur punoj diçka. Amblemën
Oçakjas, Shqiponjen, presidentin rrugova, më lidhin ato sene, për ata edhe nuk luhem edhe spritoj mi punu, se morin kohë shumë, besa ma shumë luhem edhe këtu se më punu diska fizikisht. Mundesh me vazhdu lirisht me këtë Tash që një pjesë Shqiponjes, se kjo është e komplikume, Shqiponja jo është komplikume, është e zashme. Po që pja filloj një të koka këtu, edhe këto duhet pjesë, se s'mun është kur me përfundu krejt se nuk lejon në gjitë si tëret. Ka trashëgu këtë lloj arti dikush prej fëmijëve? Pa jo, valla. Sa mos... E kanë dëshirë, e kam përkrojën e tyre, ka herë mbojnë hajgore. A ka qenë dëshira juaj që me trashëgu këtë lloj të artit dikush prej familjes? Për shkak se është lloj i artit më i Është veçantë. dëshira ime, do t'i them që djallit që unë këtu, në Sedan, e kom një vajzë atje në Zvicër, ajo është e angazhuar shumë, po ajo edhe mas shkrimeve, po shkruaj. Po nalem këtu. Në rregull. Se tash që njëjtën sit e përdori. Për 26 vite me radhë, Halil Laqi ka dëshmuar se arti nuk përcaktohet nga materiali, por nga vizioni, dora dhe shpirti i artistit, e në duart e tij edhe guri shndërrohet në pikturë.